thjesht me mu tash e ka cek, po e ka cek si blic. Çfarë? Si blic, sa çeleve çel syt. Tash po ta ceko sta ceko, tash ai, domethënë aspektin e trupit fizikisht s'u ka afru as 1%. E pse thaj, mu ka bo pytje, mu ka po mutha dhe prej jashtit, ka pas njëri tha për sniqin e si lloj gjona. Po i zosh dhe këti kanë po? Po. Tash, ato i kanë po, është normale, tash i kanë po, tash bilet që e ku shumë super aktive, është normale, ti me dollë, domethënë të në kone për prajma. Tash, ai ka qëndru brenda kornizave drita, po thaj, mu ka thonë për darke, mu ka thonë kështu, mu ka thonë ashtu. Tash, ai ka bo për shopë se tjerë, tash e kanë qenë atë muhabet. Tash, i pari, tash e ka nis lobi. Qashtu, gifti. E dyta, tash e ka nis fjolla. Zera. Po. E dyta tash e ka nis fjolla, e treta tash kom thonë unë edhe tjertë me rallë. Nëse tash ti ki diçka, tash do shmu na kop neve banorëve, tash se na kena nis këtë volle. Edhe në hajgare. Po, edhe në hajgare, tash tjetra, tash ai e ka po që tjertë, do me thonë pe kuptojnë këtë lloj show edhe po kënaqen, e ka vazhdu argëtimin, amo jo që i ka pëlqy. Jo që i ka pëlqy. Tash ai është brenda kornizave. Ato tash e ka bot tu menu që ti jetu e kuptu dhe jetu e ditën. Jo thanë se kum dita se jera porta që ku menu, qysh më menon publiku tha për mu. Amo seriozisht shkurt. Këtë edhe 5 vjeçare kish kuptu se na kena po hajgare. Po. Po kjo me të vërtet e kish dikun kish një defekt. Jo, qore, ka persona që nisën prej asaj se qa pëlqejnë vetë. Edhe nëse pëlqen një njëri vetë, mendon se pa tjetër, nëse unë e pëlqej dikon, nëse qaj person kom i pëlqej unë. Unë asë njerës nisë ta me atë parim. Se me nisë ku shkon syni, me syti është edhe djelin, ambos unë e preko djelin, të nisë me për realitetit, kumt, ku i kom tokë, le të nisë na qëtu ku muj me prek, ju atje ku sim ku unë, s'muj me konkur. Me sy e sheti e gjithë botën, amo ju gjithë shka që shijet mund të preket, mund të kapët edhe mund të jetë e jotja. Qa është to? S'mund është me kapë gjithë shkafin. E kështu që unë për veti, edhe pse jam femën, asë njerë nuk kam vetë besim, pse mund më pëlqy dikush, pa tjetër unë kom i pëlqy dikuna, jo. Edhe unë i marrë normali refuzimet, i marrë normali mos mi pëlqy tjerve, me gjitha jam tip i femnës që kur një të temë si kom përpozu mashlit. Sot nuk u përputh sjellja sajna me dje, se sot vetë tha, një roni tha, hajde tha, kishi puth mi ta bojmë frim diqysh, goj, ti shumë tha. Po, me frim në isen. Me frim në isen, mu puth në isen, thashe, që kjo tha është ironie, dje, tha shka bajtëm na, e zdi kishka me folë. Do më thonë? Do një magjiku. E ka marrë seriozisht, edhe ka menu që për një me, se na për me e kemi vrejt për anës saj që ka pas ndryshime. Edhe se me bu mi thunë për shamur na ideal tjetër, për shamur nësi e kum gacmu për lapin. Po më lenë më afru më rëtë se me folë? Që se vjen, lafi thamë prajë, thamë, unë jam i lumë tërë, thash se ku kam hi, unë ka pas ndryshime të kjo. Ndryshimi, thash, ka pas edhe në bik, thash, dalim të madhë, ndryshimi sojna. Po është thash, se onë që ka që dëshru, më thamë se kisha këpisu. Plus e dyta, thash. Jo, ngam, ajo i kish vrejt edhe disa gjona tjera, që mi tha mundje. Shka tha? Tha, une, të qaj njëri, tha, me një person tjetër që ku një lidhën jashtë, tha i ka pas shumë ngjashmëri, që ti dhe më thonë me tipin që kjo ka qenë lidhën jashtë, ti ke pas ngjashmëri në aspektin e shprehive. Edhe tha, nuk e dia ke mujt me vrejt, po kemi ngjashmëri në aspektin e që më thonë prezentimit këto mrena në lojë. Për shembull që shemon, pëzo, qa ke pas diçka ndordje, me pyetje, me sene, ka pas tha shumë ngjashmëri, tha me mu. Edhe tha momentin tha që dhe më thonë një ardh ti, tha unë e kom vrejt, tha dhe më thonë që nuk është njëri keq, e kom vrejt tha që ka ngjashmëri me mu, dhe më thonë ti me Alvën. Në hajgare, po. Po, tha e kom vrejt tha dhe më thonë që ka pas tha ngjashmëri, tha dhe dyqysh tha shumë ndallim prej meshkujve tjerë, tha ka pas vesh për më ndëgju. Tash nështë ati që jem fillim, se tash edhe ti me najt një mujtet, ndryshojnë gjona, ta vëdet. Jo, do fjali ka shumë të mira. Po. Ka, do lafi ka të mira, labi. Ajo është super inteligente, be. Ajo të artikulon një fjali... Pa, që përjes, gjithë janë super inteligente, ka artikulimin e mirë. Po, dhe mënyrën se që shflasë, ka një neve në edhe shkurta ti lidhë fjallë shumë bukur. Tash me folë drejten. Pas, për mu kjo, edhe ajo ti lidhën fjallë të mas mirë ti. Këto tjerat me këto është në hajde alividerqi. Këtë të Shqipëria se ka një farë abëlesirën në gjuhë, e ka ndryshë. E që ato, tha, i kom vëri që ka në gjashmëri, tha, me mu, në aspektin disa veprimeve këto në Servala kur, mënyrën se qush... Veprime shëtësnisht, po, amo, veprime interesit, ja. Veprime në aspektin e lojës, për shembull kur e merr mikrofonin, mënyrën se që bën lojën, dhe më thonë, pa adhone kam qatë veti. E që ajo është po thonë më dëshru, se unë jam dëshru, se... Jo, po thotë mënyrën e lojës, se që shëllun këto, ki ngjashmëri, loja saj me lojën tone, dhe më thonë mënyrën se që shprezentohet në publik, ka ngjashmëri.
Apo më kupton? A jam e Po, qartë sa po, çfarë do të po, thonë? Po. Ai tha, ajo tha, do të thonë kemi shumë shprehje në aspektin e lojës, jo në aspektin e dashnisë dhe pëlqimit, po në aspektin e E pse i lojës. ka pingua Sojna pas se pas me lujt na prom? Po ajo ka marrë për një mes, ajo tha mas pori unë tha nuk e di si femën, tha çu shëm dal, tha jashtë, mas pori tha ndjekë çardhe, tha për personat që kitin krah. Hak, Sojna i pje ka qarë. Jo tha më ka ardhur tha ti për keq edhe hera Atë parë. pse boni sot procet loja pet? Nuk e di se që ka bo veç era parë që kom po të kajt kështu pak edhe me zo. Ka kajt edhe era atje, Ka për një kajt që ka tjera. pik luti. Amo kësa here, do më thone ka pas kështu, tamam kështu dhe zemra i gufojke që u vërejke Kjo është show, kjo është show, kjo big është në entertainment, do show. Tash nëse kjo ka kuptu hajgarën për një metë, një kjo faj, Sojna, jo na. Po aty, këtë budal të këshin kuptu se është hajgare. Se në veç hajgare fëllshme. Po kjo, s'po dish me thonë nuk e ka analizu situatën fell. Nuk e ka analizu situatën fell, se qëre njërin kur e pëlqen, jënë disa shkëndia, disa gjona që vërejen. Një shikim, një përkujdes, një respekt. Për shembull na jemi qëtu në 19 veta. Ti kur e pëlqen një njeri, për shembull zvjen të unë, zvjen të ky, zvjen të lapi, po shkon direkt te çaj person. I bën disa veprime pak ma unike që mu vërejt, që ti të paktën keni pëlqim drejtim asoj femne. Amo ti se ke bu ato? Jo set. Ti s'ke bu? Kur, asë 1%. Ti se ke bu? Shka po thosh mu përgjith si mas te në bek që ose më vjen që kjo pytje? Qysh? Që ose më vjen që kjo pytje si mas te, qysh mu përgjith? Cila pytje? Pse ki bo hajgare, kjo pas me serios? I thu që unë komenu që kjo është shumë e aftë për moshën që ka, për inteligencën që ka, është dosh më bazu në aspektin e fakteve, se unë si trup, qoftë nga ona e fiziku tem, qoftë në aspektin e gjuhës, jashtë a humorit, nuk më shprej dhe s'kom dhonë kur gjo. S'kom shprej dhe s'kom dhonë kur gjo. Perfekt. Në aspektin e fakteve, dëshmive dhe argumenteve. Po. Çka mendon ti në trunin tënë, për shembull ajo çka mendon trunin e vet, është problemi i saj, po jo realitet i joti. Shumë fort. Realiteti jot është i joti që nuk ka të bëjë me mendimet e saj që ndodhen brenda kokën e saj. Se jo çdo herë mendimet e tjerëve janë në realiteti jon. Jo çdo herë. Jo çdo herë. Unë për shembull çto, unë s'ju vlerësoj as pak për kapacitetin për diturinë shumë gjëra tjera që i kam. Po unë nuk e ni vetëm të nënçmuar të ol se është edhe një publik atje jashtë që më vlerëson për realitetin që unë jam të shfaqur. Po ndoshta edhe nuk jam me natyrat që i përshtatën mentalitetit tem. Shambull bezo, nëse ti i merë 2 telefona, njëri ka 500 giga, njëri ka 65 giga, ti nuk mundesh me instalu njëjtë si te ai që i ka 500 giga, se ti ky që i ka 65 giga. Edhe truni jot për shembull, nëse plan programi jetësor në aspektin e pjekurisë, diturisë, inteligjencës është double, edhe ti ki përball një njeri që alo është me inteligjencë ku me kon fazë për prioritetit, ti s'mosh mja propozu ose me bo bisedën ose debatin me një pjekuri 500 gigshit me një 65 gigsh. Se si janë zënë që ato gigat që ki ti dhe projektin tënë për 500 giga, të si në propozon që ti janë 65 giga, se si janë zënë. Funderin të ru nuk janë zënë, e kupton? Shumë fort. Edhe tash kur ti, jashe që nuk i ka gigat kapacitet, unë personalisht e rrotulloj kasetën. Nuk e shoqi do më thonë inteligjencën tem, ose diturin tem, ose kapacitetin tem, po vazhdoj me ato që mujnë me konë si e barabart me ta. A përdin e shë që është dish për sport, e lu vish për sport. Dikon e lu për seriozitet, dikon e lu do më thonë për tema caktume, dikon e lu për ndjeshmëri dhe për emocione, te se cili përmbush në ka pak. Amo asni njeri nuk e kam këtu që përmbush në gjitha aspektet. Asnjo, edhe alo, asni njeri prej këtyne nuk e kam taku që ka thonë hajte sonte, bëmi bashkë dhe të hopëm, të trajtojnë një temë, njerëz ma të mirë me u bu. Të bujna temën njerëz ma të mirë me u bu. Cilat veti ose shprehi, do të me konë ato që neve na identifikon edhe na bën më konë të vlerësuar nga të tjerët në drejtim neve, njerëz ma të mirë me u bo. Me qka pi angazhojmë na gjymtërët gjithë ditën. Hajde të folim për shprehit e mira mas pari do të me fillu prej shtratit. Prej shtratit, tani prej higjienës, tani prej gjuhës, tani prej ushqimit edhe prej shumë gjanave tjera. Të folim temat të cilat janë të dobishme që e knaqin pak edhe veshën e publikut. Amo jo, të në kohë, vish me lëshu fjallë pa mendu për peshën. E tash unë kur i kom po disa, jo disa, por shumë, që t'i lëshujnë fjallë pa mendu për peshën, sa ta mendoj se sa fjallë i lëshujnë në shpejtësi, mendoj se të mujnë ty. Amo jo, kjo nuk është realiteti. Kjo nuk është realiteti. Tjetra, sa është numri personave që ndodhën këto, 19 persona, se cili kanë një fjallë me lëshu, do më thonë ty ta myt idenë ose qëllimin ose temën cilin po do me debatu. Se shpesh thonë din teatru në format ki mundësime të shmu vetën. Jo, nëse nuk e gjeni njëri që ki ngjajshmëri në aspektin e shoqënisë, në aspektin e gjuhës,
ku me ditë sa kime nejtë të dhe s'kime pas mundësi me dëshmu veten. S'kime pas mundësi me dëshmu veten. Unë personalisht vetën se kom dëshmu as pak grazim sa muj me dëshmue. Pse? Se ti full për Lisa, këtu të përgjigjem për Plisa. Është njone e thot një thonje shumë të mirë, e kom përcjell si dokumentar, thot drita, syni, është organi pa vlerë. Pse është organi pa vlerë, për shembull syni? Se mos kishte ekzistu drita e fuqishme prej Zotit ati kofshim fal, midis errësire, ti s'ki mundësi me bu dallimin e ngjyrave. Për shembull thonë që kjo është e kuqe, që kjo është e kaltër, që kjo është ngjyrë krem. Mos me ekzistu drita, do më thonë ti s'u ne bën dallimin e ngjyrave. Po drita, ty mas pari tamon stabilitetin trup, me ecë dhe me vrapu, se midis errësire, ti nuk ndjen asigurim me ecë ose me vrapu. E le me bu dallimin e ngjyrave. Edhe këtu ka persona që i mungon drita. Edhe të bardhës i thojnë zezë, zezës i thojnë të bardhë. Se drita është ajo që na mundson dallimin e ngjyrave. E kupton? Ka dhe njerëz që mungon që kjo, edhe ty të bën zi pa kon hiç zi. Edhe fjala jote do të thonë kësaj dhe kësaj të dal pavarësisht so Ku vi të shkuar? Shkurt shqip, së gërdhate, unë s'kam të regu asë një aspekt, dishka... Jo, e që ku zhoti s'ke shprej. Ti e kysh në aspektin e humorit, që ka njës të tjerët, kësoj vole i kam prit të tjerët, do më thonë jemi na banorët, të përfshi dhe vetën. Unë plëtsisht e kam, plëtsisht jam knaqë se kina kalu mje dhe na kesh. Po, edhe ajo me neve u knaqë, jo veç na. Qashta. Edhe ajo me neve u knaqë. Se njeri me sy m'ballë, me full drejt, din gjithkush, po mas pari dush me nej drejt, tani me full drejt. Se ndash me pas i e fjala, do me thonë dush me pas pranshme dhe veprat. Se fjala pa vepër është një si altia pa plum. Nuk pin ujë. Ja, që shtu lave? Po kujtë me full, falizenës, falistenës. Se publika, se thot shkurta, publika e kupton të sanin të nësh, e këtu banorët e kuptojnë tjetë të nësh. Po banorët këtu interesant, që kanë punë me ego në vetë, se s'kanë që fiq me folë për dikant tjetër ose me hiv, vi s'kanë që vetë me folë, vi s'vetë me nejtë pyjtje në sen, kush, a ki po rrallë që të kush pyjtje? Se këshy, apo, në tu folë me ty zbulova, për shembull, a i djali pej interesi, që interesant, me zbulu diçka, me nxjerr diçka pi, a jo veç, Nëzë vetë këtu, kërkush. Që kërkush, edhin, për shembull, çka punon ose me çka merresh ose që për shembull tonë për herë të parë që një muj ditë e morën vesh shumë mirë ma pak me humanizëm. Unë me të parë ditë zbulova. A? Unë me të parë ditë kam zbulova. Po ti ke mujt për shembull tash ti të shkash se ke përcjell, ama ti ke mujt edhe për jashtë me. Po, ama unë këtu të vetës, për jashtë kam ditë për Zotin. Po. Se tim ki kallzu këto të pëlqej shumë. Po s'kom fol me banorët. Po vjen se nuk kanë shpreh interese më njoft. Mos e kam atë problem se unë jam për ditë në televizion. Të Kam të shtrati. Intenziv. Ka raste dhe 3 herë brenda ditës. Intenziv jam në televizion unë. Moderator? Jo, për analiste dhe për debate, në thrasin të kohën. Po dhe për shkak veprimtarisë që ta ki artikullimin film, që di mi sjell fjallët. E për shto për tema sociale, do më thonë intenziv më thirën. Për ditë, rastet të ralla brenda javës që më bjen një ditë pushim. A më kështu nuk jemi punësu me në televizion, po më kanë thonë që se del për këtujet, më kanë thonë disa propozime. Jo, s'm pagun. A më prapë s'kom hup kur gjo, se unë kom bo emër pa hi këtë. Kom bo emër pa hi këtë. Kështu që, këtu kur hi, sa me thonë, nashta 4-5 veta e në konë që s'm ka njoftë, krejtë më ka njoftë. A unë ka posë plot njerës që s'm njoftë heq. Illuminati? Jo, s'ko të bëj, kjo Illuminati e në këngëtarët. A më njerës që janë në rrugë Zotit, janë të udhëzuar, nuk kanë bëjnë këto gjona. Tash njerës që të tentojnë me ma flish imazhin, ajo më katë është për ta, jo për mu. Jo, vës veç e gore bojnë, Jo, e din këtë se si Illuminati. E di, ama... Dojmë ta flish imazhin, shkurt të shqip. Po në s'kam dikim, se shëqyrë Zotit, qëre, tu ka plot njerës kur ta krynë që të format, edhe s'kanë me pas mundësi tjera, dalin 3-4 intervista, 5, 6, 7, ju diçka, 1, 3, 4 deportojnë, tjerë tjesën vish një hije, kur gjo ma shumë. E kështu që, te une, vish ka me kohë ndabull. Unë edhe sot me dalë për këtuj, te une prapë nuk kem kur gjo në humbje. Bashkësh kur gjo nuk kem në humbje. Mirë shumë. Po, për që ditë Zotit, tash antivlera shëndru në vlerë dhe vlera në antivlerë. Edhe temat e dobishme, gjithë shëndrojnë të heshtën gjithë dhe nuk është kyqen.
Ashtu është. Për shkak mungesës së inteligjencës. Jo, unë jam. Kush është e nominimi? Janë 2 laba. Një javë e para, shu nominimit. Një javë e para. Unë më konë gjithë, se të Ti? sa herës më konë. Bro, ti pse? On Toni, kushtrimi Alba Labinoti. A me këshurë halal të kërkit kur gjohë s'ke vo. Me këshurë halal, po thëmë ti kur gjohë Ky pak ka bo. Performans pak ka bo. Who do you think is going home? Po, kështu Gjali mirë është, po dam, po unë ky nështë po duhet këtu Kush ti mor Toni? Këtu Kush i duhet mor Toni? sipas idejes teme, biznesit no teme, idea. inteligjencës teme, këtu duhet me Who do you performu want pisa bajtën e to go home? Po ndryshe e ka Toni, bëjmë këtu. yeah, everyone. Unë s'jam kur atina, po I don't kjo know why dash I'm asking. fillimit me hi. E për banor tjerë që për shembull ta mbyllin derën. Ta mbyllin derën, po publika këto i sheh, edhe atëre mbyllin derën e vetë të shtëpia. Po veç ka edhe banor që janë nominuar, që janë këtu që një muj, edhe kam pas kohë shumë ma shumë se unë me tregu veten. Po Unë halas 2 javë, si kom bënë, po, së më bënë 2 më javë. të vërtet i kërë shumë qetë. Po jam natyre qeta, shumë Po natyrë qeta, këta atëri publiku po lyp, do më thonë ma shumë pak ekspozicion, po lyp ma shumë djeni, po lyp ma shumë hajgare, sepse ata... Jo, djeni dhe hajgare kom full. Unë s'kam një të folë për rrallë. Mu se merë si kritik. Jo, unë e marrë si kritik, Merë si kritika, unë i pranoj kritikat... Mu do kë i konë shumë defensiv. S'di për shka. Po se shumë shko ma beti me grupin që rrën ti, edhe këmë me grupin Edhe mu kërë tjera. mua betis shkona mo, tash du Kjo është hala majri se ti, abedin, edhe alon është me nejtë ma gjithë është edhe kjo bëhet selektiv. Se ju me gjithë mund është me gjithë vetën. Po, unë thash, ti duhet me hin lafe edhe mos me dasht ata me folë. Se që shtu jetën bigu, të duhet me shku me provoku, të duhet me shku me thonë në e fjallë, të duhet me i prek.